Kemi jam Juli, jemi në një nga qytetet më të bukur të Shqipërisë në Berat dhe në një nga hotelet më të bukur të Beratit, te Hotel Heraklis. Duke hyrë këtu në katin e dytë që jemi sipër, do ju tregoj dhomën numër 3. Kjo është dhoma luksoze me një krevat doppio i cili është shumë comfortable, shumë i qetë, shumë i thjeshtë dhe shumë i rehatshëm këtu për të ndënjë, por gjithashtu nëse nuk keni çift dhe keni një fëmijë me vete apo vjerrën, mund të keni dhe atë krevatin atje gjithmonë. Veç kësaj keni këto dritat këtu që japin një nuancë shumë të bukur, keni dhe pamjen nga jashtë për pjesët për sokaqet dhe rrugët e qytetit, rrugët e ngushta të Beratit, për atë që njihet. Keni një televizor këtu për komfortin tuaj, keni pjesën ku mund vendosni edhe rrobat kur të vini. Gjithashtu nga ana tjetër, vetë këto dritat e vogla që japin një nuancë të vogël, gjithmonë keni këtë pjesën këtu, keni kondicionerin aty sipër për ngrohtë, për ftohtë, për në dimër, për në verë. Keni një pasqyrë tjetër këtu që të shikoni veten me një pjesë shumë të bukur druri, vazhdon druri edhe nga pjesa këtej normale edhe parketin e poshtë edhe kjo pjesa e mini barit, këtu që mund vendosësh çfarë gjëje të duash brenda, edhe tavolina këtu është prej druri me 2 vende për të ulur këtu për qefin tënd dhe ta shikosh dhomën tënde edhe nga kjo pjesë këtu. E shikoni këtë harkun këtu. Ky po që është detaj. Po ky harku këtu nuk është vetëm detaj këtu, është detaj vetë te pjesa e tualetës. Sepse kjo banja këtu është nga banjat më të bukura që kam parë në një hotel. Shikoj se si është. Futesh këtu te banja, edhe e ke prej guri këtë pjesën këtu, ç'kemi? Edhe veç dushit këtu keni të tualetën në këtë pjesën këtu me të gjitha brenda që do, me shampon brenda. Edhe gjëja më e bukur është që edhe nga banja keni një super pamje, sepse keni gjithë Beratin përpara. Kjo këtu është rruga Mihal Komneni dhe këtu mund të gjeni Hotel Heraklis. E jani dhe ju në Berat, ju sugjeroj dhe jani tek Hotel Heraklis.